O, mos vërtet. Është ora 9 e mëngjesit, kom ardhur në Prizren me lujt futboll. Aq herët është sa që as kundërshtari halo s'ka ardhur, veç sa ka nis me ardh. Po du mi pyet shokët e mi të futbollit se kush e fiton Premier Ligën. Për ndryshe jam kogja meraklin në futboll, a besoj që e luj kogja mirë. Hadi pyesim kush e fiton Premier Ligën angleze si vjet. Birna, veç mos më thuj Chelsea që e fiton Premier Ligën. Unë e mendoj që Chelsea nuk po më unë Arsenal jam në pretendenti kryesor. Po vend parë është e çuditshme. Mbrojtjen e ka më të mirë në ligë, sulmin e ka ndër më të mirë në ligë, edhe me sfushën po ashtu, edhe pse unë jam i qëndrimit për Chelsea po Arsenali për momentin është. Ka mundësi që në fond Arsenali prapë është nën kampion, më në kampion për pak. Është i njohur ai fakti se është elefanti mbi pemë i kapun, deri në fund po presim herë, po shpresoj me ra. Po shoh. Alban, kush e fiton Premier Ligën si vjet? Mirëmëngjes, se na po. Si vjetar Premier Ligën fiton Arsenali deri në javën e 36. Mas javës 36 bjen pi. E kush e fiton sipas teje në fund mas Arsenalit? Mas Arsenalit Chelsea dihet. Çau kam vënë me këta, tifozat Chelsea, dhe. Kush e fiton si vjet Premier Ligën dhe pse jo Arsenali? Jo, Arsenali ka me fitu, ka me mbrojt titullin, për pak kampion e Anglisë. Si vjet është koha Chelsea, edhe sikur koha S'po duket po haj. sikur koha Albinit, që është në çto Mos na politizo videon. në pika asaj dy gjigonta. Chelsea në Angli, Albinin në Kosovë, kështu që unë sezona Chelsea. Ta shohim deri në fund. Dhe në fund e për fillimit e ki njëjtë. Sash nuk është bashkëmirë, nuk është as top 4. Unë është veç tu i mot forca, tu i po, dhe ku kanë kapacitet të tjera, të edhe ka me vazhdu prej javës tjetër ki veç fitore. E që ka lyp, ti lyp dresët e mi, a? Po ki qef me lyp me dresët teme, a? Ma e veç pak dion qëto? Ma e veç pak? numër gjigant. Qe, po po qef me lyp me dresët teme. Faleminderit shumë.